Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis një ëmbëlsirë energjike super të shijshme. Për këtë ëmbëlsirë kam 100 ml shurup panje, 200 g i kam gjalp, 200 g i kam sheqer, unë kam përdorur sheqer kaf, 150 g i kam tërshër, 100 g i kam konfleksa orizi integrale, 100 g i kam rrush të thatë, 50 g i kam boronicë të kuqe, 50 g i kam arë kokosi dhe 50 g i kam fara lule dielli të qoruara gati. Përbërësit janë këto. Si fillim do fillojmë në një tenxhere të vogël ose çdo lloj jene që juve të keni. Do shtojmë shrupin e panjës. E shtojmë të gjithin. Do shtojmë gjalpin. Atë kemi shtuar edhe gjalpin. Do shtojmë edhe sheqerin dhe do t'i vendosim në zjarr. Atëherë kemi vendosur tiganin në zjarr. Do ta trazojmë avash avash sa të shkret mirë gjalpi dhe sheqeri. Nuk ka nevojë që do ziej, thjesht duhet na shkret mirë gjalpi dhe sheqeri. Gjalpi me sheqerin ka shkret plotësisht, do ta fikim sobën dhe do ta lëmë të ftohet. Pasi të ftohet, do fillojmë të përgatisim ëmbëlsirën. Pasi e kemi lënë masën të ftohet, do fillojmë të shtojmë përbërësit të gjithë një nga një. Shtojmë tërshërën, konfleksat e orizit integrale, këto janë, i gjeni nëpër supermarkete, farat e lule diellit, do shtojmë arën e kokosit, janë përbërës që i gjeni shumë kollaj nëpër supermarkete, pa problem, rrushi thatë, por në qoftë se diçka nga këto nuk ju pëlqen, zëvendësojeni me një lloj tjetër, po themi. Por në përgjithësi këto janë bazë që përdoren. Atëherë, do t'i trazojmë, do ta përzijmë shumë mirë, që të përzihet dhe gjithë masa. Të bëj atë bashkimin e përbërësve. E kam hedhur në një enë të madhe, që të kem mundësi ta trazoj pa u derdhur. Siç e pat, nuk ishte as pak e vështirë, ishte shumë e thjeshtë. Nëse bleni përbërësit, atëherë i keni në shtëpi dhe e përgatisni. Nuk ka nevojë për pjekje, thjesht do ta fusim në frigorifer. Dhe kemi gati ta hamë. Del vërtet shumë e shijshme. E kemi përzirë. Janë përzirë të gjithë përbërësit shumë mirë. E kemi gati. Do ta shtojmë te tava. Kjo është tava që do përdor, mund të përdorni çdo lloj tave që ju keni dëshirë, vetëm se poshtë duhet të shtroni membran dhe do shtojmë masën e ëmbëlsirës tonë. Do ta shtrojmë brenda tavës, do shtroni membran, do ta hapni mirë, sepse pastaj do ta mbulojmë sipër me pjesën tjetër të membranës. Duke e shtuar, duke e hapur mirë. Shtuar thamë dhe duke e hapur, sepse duhet të vejë në të gjitha anët e tavës, në të gjitha cepat, dhe mbi të gjitha do ta ngjeshim shumë fort, që të jetë kompakte, të jetë e ngjeshur dhe t'i dali ajri. Avash avash, duke e shtuar, duke e hapur gjithandej, në këtë mënyrë. E hapim gjithandej, e shtojmë dhe pjesën që na ka ngelur. Nëse rrushin e thatë ose boronicën e kuqe keni dëshirë që ta ndroni me
një lloj tjetër boronice, po themi, ose rushin kumbull. E keni sipas dëshirës. Mund t'i merrni, t'i coptoni, t'i bëni të vogla dhe të ndryshoni, po themi, boronicën ose rushin e thatë. E ngjeshim shumë fort. Në këtë mënyrë, do t'i vendosim membranën sipër, ashtu siç e ka poshtë, do ta hapim dhe sipër në këtë mënyrë, nga të dy anët. Atëherë, siç e shikoni, e kemi mbuluar plotësisht me membranë. Në këtë mënyrë e shtypim që tham t'i dalin nëse ka akoma ajër brenda, e kemi gati. Do ta vendosim në frigorifer për 1 orë, ose nëse e përgatisni në darkë, mund ta lëni gjithë natën dhe në mëngjes e keni gati. Atëherë fusim në frigorifer për 1 orë. Pasi e kam lënë ëmbëlsirën për 1 orë në frigorifer, do ta nxjerrim nga ena nga tava që ka vendosur. Unë kam vendosur në këtë tavën katrore të silikonit, por mund ta vendosni në çdo lloj tave që ju keni dëshirë, sepse duke qenë që do vendosim membranën, mund ta nxjerrim shumë lehtë. Na ndihmon për ta nxjerrë lehtë, më saktë. Do ta hapim me kujdes. Në këtë mënyrë, do të fillojmë dhe do ta presim. Ka tendencën që të thërmohet paksa, por nuk është se na prish punë. Ta presim në 4 orë, pastaj madhësinë që doni e vendosni vetë. Në këtë mënyrë dhe ta presim në 4 orë, thamë. Ëmbëlsira ka përfunduar, është gati, shumë e thjeshtë, por ama shumë e shijshme. Dhe siç e pat, s'ka nevojë fare përpjekje. Provojini se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.